Në qendrën edukuese për të mitur, në qendrën korrektuese, kemi një numër të madh të organizatave përfshi UNICEF-in dhe zyra e Bashkimit Evropian, e cila na kanë ndihmuar për të ndërtuar disa punëtori atje. Është punëtoria e IT-s, është e zruktarisë, është e dizajnit, është e grafikës, ku të burgosërit atje trajnohen, certifikohen, po juftoj, shumë shpejt ka me fillu një projekt i ri, sepse në vazhdimsi UNICEF-i, zyra Bashkimit Evropian, për organizatat tjera zhvillojnë trajnimet të tilla, përveç këtyre, ka edhe projekte tjera si programe tjera si menaxhimi i stresit, shkallësitë sociale, intervistat motivuese, por thjesht është një prej qendrave model jo vetëm për rajonin. Zonja Ademi, sa ka kapacitete sipas jush shërbimi korrektues i Kosovës, kapacitete profesionale që t'jetë në gjendje që të përgatis programe adekuate për rehabilitim dhe që t'i zbatoj ato në praktikë? Unë pasi komponuovja, do shta kom drejt pasi një kohë komponua dhe në shërbimin korrektues, unë mendoj që shërbimi korrektues ka mjaft profesionist, vajza dhe djem shumë të zëtë në krye me drejtorin e shumë të tjerë. Mu më gëzoj fakti drejtori që e përmeni organizatën Monumenta dhe shumë organizata tjera të cilat po ofrojnë programe rehabilitimi. Ne duhet, dhe sidomos ishte për femrat, ashtu ju kuptova drejtor. Ne duhet ta dim se pasë gjdo shkelje ligjore, ashtu të themi, në shumicën e rasteve të këto femna, ekziston një histori. Ekziston një histori e të mërshme e jetës e tyre, një histori e dhunës fizike, një histori e dhunës psikologjike, një histori e vuajtjes, një histori e pabarazis, një histori apo ta quajmë faktor të ndryshëm të jashtëm dhe të mbrëmshëm që e kanë shty këtë person të kryej atë vepër penale. Asnjëherë nuk e justifikoj, apo nuk e mbështes, apo nuk e përkrahi krimin që i bojnë. Mirë po, duhet të kemi parasysh të kaluarën dhe duhet me këto programe ta formojmë si një lloj ure lidhse me të kaluarën dhe për një të ardhme më të mirë, për një të ardhme më të suksesshme. Sepse këto programe rehabilituese ju ndihmojnë, sidomos femrave, po edhe në përgjithësi personave, që të krijojnë një vetbesim, të zhvillojnë aftësitë profesionale, të jenë të dobishme për vete, po edhe ndëgjova drejtorin që ta i mbështesin me parate mbledhura nga pikturat që i bojnë, i mbështesin familjet e tyre. Do të thotë ato ndihen të dobishme për shoqërinë dhe për vetveten. Pastaj, janë shumë të nevojshme programe psikologjike për to. Pra, sa ma shumë të kemi programe. Unë mendoj që ka kapacitete shërbimi korrektues, mirë po programet të marruna, të ardhuna nga donatorë të ndryshëm, nga organizata të ndryshme, qeveritare dhe jo qeveritare, janë shumë të nevojshme dhe të dobishme për rehabilitimin e këtyre personave. Zonja Aliti, keni pa çfarë programe shka në kuadër edhe të bashkëpunimit që e keni ju, cili është bashkëpunimi konkret në këtë drejtim? Ne në të kaluarën vitet më hershme kemi bashkëpunu me shërbimin korrektues pikërisht në inicimin apo në krijimin e këtyre programe fillestare që kanë qenë rehabilituese, siç kanë qenë disa programe të ardhura nga Komiteti Holandez i Helsinkut, ku kemi bashkëpunu përmes një projekti dhe kemi ofruar domethënë trajnimet nevojshme stafit, ku në fakt ato vetëm se janë jetësue, janë trajnue stafi punëtorëve social, domethënë që kanë qenë, dhe tani janë domethënë trajnimet kryesore që zhvillohen për të burgosurit. Po megjithatë edhe trajnimet tjera të organizatave të ndryshme që kontribuojnë sigurisht që kanë ndikuar në mirëqenjen e tyre dhe në rehabilitimin e tyre. Sigurisht që këto programe që janë duke zhvilluar tani, rezultatet dhe sukseset do t'i shohim pak më vonë, sepse është herët të flasim,
Këtë pëthëm nga përvojën të kaluarën ku unë ka monitoru thuajse të gjitha institucionet në vazhdim si institucionet korrektuse, dhe me të vërtet ishte përkeqardhje kur shifshet mitur derisa ishin në qendrat korrektuse për të mitur, dhe pas një kohe të njëjtit i shifshim edhe në qendrat e paraburgimit pasi që u rrëtshin, domethënë u bëheshin persona mallor, për shkak që disa prej tyre ndoshta për herë të parë kanë rënë në konflikt me ligjin, por në mungesë të programeve të tilla, ata vetëm se janë zhvilluar këtë pjesën negative, domethënë të kriminalitetit, dhe kanë kryer vepra penale, qoftë sa kanë qenë në burg, qoftë pasi që kanë dalë nga burgu, dhe prapë domethënë janë bërë përsëris vepra penale, ku na vinte me të vërtet keq kur i shifshmi në qendrat para burgimit me persona mallor, persona që veç i kemi taku kur kanë qenë të mitur. Kështu që tani viteve të fundit rritja e këtyre programeve, domethënë shtimi i këtyre programeve në ndryshme, duke u përshtatë ndoshta edhe nevojave dhe kërkesave, po besoj që do të ndikon pozitivisht edhe do ta ulë edhe shkallën e recidivizmit, që edhe pse nuk kemi dana të sakta ne si organizatë, sepse nuk ka pas ndonjë hulumtim të drejtë për drejtë, në bazë të informatave që kemi marrë nga monitorimet, e shohim domethënë që shkalla e recidivizmit në Kosovë nuk është e ulët, domethënë është mjaft e rritur, kështu që po besoj që këto programe, sidomos viteve të fundit që janë zhvilluar, që janë rrit si programe, do të ndikojnë në vitet në vijim, ta ulin recidivizmin, shkallën e kriminalitetit në vend, dhe po ashtu të ndikojnë drejt për drejt tek këta persona që kur dalin liri të jenë të dobishëm për shoqërinë. Unë mund ta them që ne kontaktohemi vazhdimisht, edhe pse nuk kemi pas marrëveshje tash 9 muaj drejt për drejt për me monitoru, kemi pas mbi 300 telefonata nga të burgosurit që na kontaktojnë vazhdimisht për çështjet që kanë për me adresu qoftë ankesa që ndonjë kërkesë, e po ashtu ka prit burgosurve që pasi ta vujnë dënimin na kontaktojnë për me na tregu domethënë se si po shkon procesi i tyre. Dhe para disa jave kam pas një telefonat që me të vërtet kur mu paraqit si emër një gruaje që ka qenë disa vite në qendrën korrektuse në Lipjan, beta habitur sepse nuk e dija au këty prapë në burg apo pse po më kontakton, mirë po vetëm tha po të kontaktoj për me tregu që jam angazhu me një vend, domethënë si kuzhiniere, dhe domethënë atë punën që e ka bën në qendrën korrektuse, ato aftësi që i ka marrë tani vetëm pe i zbaton domethënë në liri, dhe po punon, po i zhvillon aktivitetet e saj, dhe është bë person i barabartë me persona të tjerë shoqëri. Para se të vazhdojnë me këto zoti blokaj me juve, kur po thoni që ka një numër jo të vogël të recidivistëve, pra është shqetësuese fakti që ka një numër bukur të madh të recidivistëve që janë pra personat që i përsërisin veprat. Me u lidh me kapacitetin e shërbimit korrektus të Kosovës, a rrin që këta dënuar të reintegrohen si duhet, pra rehabilitimi i tyre të bëhet si duhet, edhe që ta kthehen si duhet, apo nuk arrin që kjo të përmbushet si duhet, dhe natyrisht po sa dalin nuk zgjidhen si duhet dhe prap bien ndesh me ligjin edhe kthehen në burgje. Në bazë të monitorimit, për shkak se donat zyrtare, po besoj drejtori i ka më të sakta dhe mund të ju përgjigjet, ne ata që kemi takuar janë kryesisht recidivistët, persona që kryejnë vepra penale të vjedhjes, vjedhje të lehtë, vjedhje të rëndë, grabitje, lëndime, rraje mes vete, persona që kanë qenë përdorues substanca narkotike që është dashur ndoshta për me kryer një vjedhje, për me siguru land që ju kanë dashur për vete, dhe të njëjtë domethënë edhe pasi që janë ardhur në burg, ka pas incidente prej tyre edhe brenda burgut, po fatkeqësisht edhe kur kanë dalë në liri të njëjtit kanë përsërit veprat e njëjta. Kështu që domethënë ata nuk janë rehabilituar si do, se sikur se të rehabilitoheshin, nuk do t'i përsëriteshin pikërisht veprat e njëjta që i kanë kryer paraprakisht.